Atëherë vazhdojmë me zonjën Alma Lahe, shoqata Together for Life. Fjala për ju, zonja Lahe. Ju falenderoj që keni durimin të vazhdoni të qëndroni këtu, në veçanërisht deputetët që kanë mbetur. Shoqata Together for Life është një shoqatë e fokusuar tek sektori i shëndetësisë për së vërtetës dhe vitet e fundit monitoron çdo vit buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe nxjerr raportet vjetore. Sigurisht shqetësimi kryesor ka qenë niveli i buxhetimit të sistemit shëndetësor, i cili ka qenë jo vetëm i ulët në reflektimin ton, por edhe më i ulët nga parashikimet e vetë dokumentave strategjik të Ministrisë. Ju duhet ta dini që në strategjinë e shëndetësisë 2021-2030 parashikohet që buxheti për shëndetësinë në vitin 2025 do të arrinte në 4% të GDP-s. Gjë që është ende i ulët. Megjithatë, unë dua të përshëndes dhe të falenderoj Ministrin e Shëndetësisë. Unë nuk kam lënë përpara dhe kolegët e mia një flet palosje, në të cilën keni dhe një grafik këtu dhe referohemi në fakt projekt buxhetit afatmesëm dhe me sa shohim Ministria e ka rishikuar dhe është në rritje. Pra, buxheti që miratohet ose që u miratua në parim në takimin që kishit me ministren është më i rritur nga ky që ne kemi këtu në këtë dokument. Megjithatë, problematika e buxhetimit të shëndetësisë është shumë e madhe. Ne kemi pasur vit pas viti përplasje në fakt dhe me institucionin e Ministrisë së Shëndetësisë për shifrat që kemi dhënë, të cilat nuk janë shifrat tona, por janë një analize të dhënave nga institucionet publike, përfshi Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave, ndërkohë që edhe nga raporti i fundit i Komisionit, raporti i fundit i Bashkimit Evropian për Shqipërinë, që ka dalë para 2 javësh, përsëri ngrihet shqetësimi për nivelin e ulët të buxhetit të shëndetësisë, i cili i referuar këtij raporti, por edhe raporteve të prodhuara nga TFL-ja, është në nivelin e 2.8% të GDP-s. Dhe është më i ulët nga 10% të shpenzimeve publike. Ky është raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Këto janë të dhëna të cilat edhe ne i kemi referuar në raportet tona. Flasim për vitin 2024. Janë të tëra. Ne po flasim për një buxhet parashikuar, cilin e ka parashikuar ndërkaq institutet jashtë. Jo. Flasim për po ju flas për 2024-ën. Nëse do t'ju referohem buxhetit e 2026, ju kishit ministren këtu që ju referua në 2.9%. Buxhetit për para 2 ditësh në fjalën e ministres, ne kemi dëgjuar sepse ju e keni për fat mirë seancat janë online, kështu që gjithsesi e ngritur përsëri një shqetësim edhe nga TFL-ja në raportet e veta, por edhe nga raporti i Bashkimit Evropian i fundit, është veçanërisht buxhetimi i sistemit parësor. Ajo që ne na ka shqetësuar nuk është vetëm buxheti fillestar për këtë shërbim, por në rishikimet e buxhetit që janë për brenda vitit buxhetor, ka pasur ulje pikërisht në këtë shërbim. Pra gjatë vitit kaluar ka qenë një ulje rreth 1 miliard lek në shërbimin parësor. Është porta e parë në të cilin çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë troket për të marrë shërbimet. Të gjithë jemi pacient, të gjithë kemi nevojë për shërbimet e sistemit parësor. Ne kemi përshëndetur futjen e një shërbimi të ri nga Ministria e Shëndetësisë në sistemin parësor. Është shërbimi i kujdesit shëndetësor në banesë. Një shërbimi i pilotuar, i parashikuar në fakt dhe në strategjinë e parësorit 2021-2025 dhe i pilotuar fillimisht nga hapi Shëndet për të gjithë, një program i mbështetur nga qeveria zvicerane. Deri tani ky program ka përfshirë në këtë shërbim ose ka ofruar shërbimin, ka mbështetur për ofrimin e këtij shërbimi rreth 120 qendra shëndetësore në të gjithë vendin. Sigurisht gjithsej janë 365 qendra shëndetësore,
dhe me futjen e shërbimit dhe me shtrien e shërbimit nga Ministria e Shëndetësisë, do të duhet të mbulohen shpenzimet, kostot e shërbimit në të gjitha qendrat shëndetësore. Me shqetësim kemi vërejtur dhe kemi pasur edhe takime me Ministrinë e Shëndetësisë, ku kemi ngritur shqetësimin, duke filluar nga viti 2024, edhe në diskutimin e projekt buxhetit në Ministrinë e Shëndetësisë, për buxhetimin e këtij shërbimi. Është një shërbim që u vjen në nevojë personave që nuk kanë mundësi ta marrin shërbimin për shkak të problemeve me lëvizshmërinë. Pra, mund të jenë të moshuar, mund të jenë persona paratetraplegjik, mund të jenë fëmijë që kanë nevojë për monitorim të vazhdueshëm dhe për mjekim, por që nuk mund të lëvizen nga kushtet e shtëpisë. Mund të jenë persona që kanë kryer një operacion dhe kanë nevojë për të ndjekur në kushtet e shtëpisë, mos vazhdojmë shtrimin në spital. Pra janë kategori e gjerë. Deri në sot, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, i ofrohet ky shërbim rreth 5.000 personave në të gjithë vendin. Nevojat për këtë shërbim, referuar një analize të hapit, janë për 15 deri 20.000 persona. Sigurisht që nevoja vjen në rritje, duke pasur parasysh demografin. Ne kemi probleme me rritjen e moshës të popullatës, kështu që plakja e popullsisë do të na çojë një nevojë shumë emergjente për këtë lloj shërbimi. Nëse ky shërbim nuk buxhetohet, do të thotë që nuk do të shkojë tek ai që ka më tepër nevojë. Sepse kostot e këtij shërbimi sigurisht që do t'i paguajë ai që po merr shërbimin. Nëse një infermier i shkon pacientin në shtëpi dhe nuk ka asnjë mjet me vete, atëherë ai do ta detyrojë pacientin që të shkojë t'i blejë. Kur ne ofrojmë një shërbim të ri, do të thotë që shërbimi i ri duhet t'i bashkangjitet një buxhet. Prej 2 vjetësh, duke filluar nga 2024, jemi në 2025-ën, nuk është parashikuar asnjë buxhet. Përpos kësaj është ulur buxheti i parësorit. Në kontaktin që kemi pas me Ministrinë dhe në takimin që kemi pas për projekt buxhetin afatmesëm në prill të 2025, na është thënë që është ngritur një grup pune dhe po kostohet shërbimi. Ne nuk e shohim si produkt më vete. Ne këmbgulim që ky produkt të jetë produkt më vete tek parësori. Kjo do të thotë që ky lloj shërbimi nuk do të, le të themi, vit pas viti do të jetë i qëndrueshëm buxheti për këtë shërbim. Nëse ne do ta futim në kostot e përgjithshme të parësorit, ne nuk do ta monitorojmë dot, nuk do ta kontrollojmë dot nëse po shkon ky buxhet për këtë shërbim, se duke u futur në atë thesin e madh të shërbimit parësor, është pak e vështirë të kuptosh çfarë efekti ka. Në fund të fletpalose që ju kemi bashkangjitur, ne kemi një raport, në fakt, unë ju sugjeroj ta lexoni, se është shumë interesant, aty vjen pikërisht problematika e këtij shërbimi në gojën e drejtuesve të qendrave shëndetësore, të infermierëve që ofrojnë shërbimin dhe të pacientëve që e marrin shërbimin. Pra mungesa e buxhetimit të këtij shërbimi ka sjellë që mos të ketë cilësi shërbimi dhe rrezikohet që ky shërbim nesër pas nesër mos ofrohet. Madje me keqardhje mund të them që shpesh na është thënë nga përfaqësues të strukturës së shëndetësisë që ne këtë shërbim nuk e kemi të ri, por e kemi një shërbim që është ofruar motë e jetë, është tradicional, i ofron në shtëpi. Jo. Është një metodologji e re, është një shërbim i ri. Është i pranuar nga vetë ish-ministrja e Shëndetësisë, e cila e ka prezantuar si një model shumë të mirë që u vjen në ndihmë personave që kanë më shumë nevojë. Dhe ne të gjithë kemi në familjet tona të moshuar, nesër pas nesër do kemi dhe vetë nevojë, kemi persona që kanë nevojë për shërbim në banesë. Dhe infermierët na kanë thënë që nëse unë i shkoj pa i bërë dot mjekimin, pa i ofruar dot ilaçet, medikamentet, ose ti bëj mjekimin e plagës, nuk kam asnjë lloj medikamenti me vete, po e detyroj pacientin ta blej, atëherë ai më thotë dëgjoj, lutem mos më hajde më. Pra nëse ofrojmë shërbimin, duhet që Ministria të marrë masat që ky shërbim edhe ta monitoroj se si ofrohet shërbimi, që ky shërbim të ofrohet vërtet në 365 qendrat shëndetësore. Sa është buxheti? Ne kemi bërë një klasifikim mbështetur në fakt, që ndodhet dhe në raport, mbështetur pikërisht në kostot që ka parashikuar vetë hapi, i cili e ka ofruar këtë shërbim.
Hiq shpenzimet për stafin që sigurisht që mbulohen edhe gjatë kësaj periudhe, mbulohen nga Ministria e Shëndetësisë. Ndërsa shpenzimet e tjera që janë investime fillestar, që ka të bëjë me pajisjen e qendrës shëndetësore, me pajisje shëndetësore dhe të IT-s, si dhe me pajisjen e mjekëve dhe infermierëve me çantën e mjeteve të nevojshme, ndërkohë që është edhe kostoja operacionale që duhet të jetë e përvitshme. Pra bëhet një investim fillestar në qendrat shëndetësore, janë rreth 200 qendra shëndetësore, pak më shumë se 200 qendra shëndetësore në gjithë vendin që kanë nevojë për këtë kosto. Dhe ndërkohë që çdo vit duhet kostoja operacionale që shkon rreth tek 500 milion lek. Ndërsa nëse do marrim vitin 2026 do të ofrohet për kosto totale shkon rreth 1 miliard për këtë shërbim. Por përsëri duam të sillim në vëmendje që kjo nuk është vetëm një shërbim që i munguar dhe një shërbim që duhet të ofrohet me cilësi personave që kanë nevojë për të shërbim. Por edhe vetë buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë i vjen në ndihmë. Pse? Kostoja mesatare e trajtimit spitalor për një pacient llogaritet në rreth 82.000 lekë. Pra, duke hiqur nga sistemi, nga regjimi spitalor, duke ofruar shërbimin në banesë, ne e kursejmë këtë, ndërkohë që kostoja në banesë është shumë e ulët. Dhe me një llogaritje totale, sigurisht mbështetur gjithmonë në të dhënat vjetore të Ministrisë së Shëndetësisë të numrit të pacientëve që marrin shërbim spitalor, shkon rreth 1.6 miliard lek në vit për personat e shtruar pra në regjim spitalor. Pra do të kursehen kaq lek, ndërkohë që për vitin e parë kërkohet vetëm 1 miliard lek. Ne do të kërkonim mirëkuptimin tuaj që edhe ministres të javinit në vëmendje, dhe do të ishte shumë mirë që kjo të ishte jo rritje në buxhetin për sistemin parsor, por të ishte specifik si një produkt brenda këtij programi. Dhe u vjen në ndihmë edhe të gjitha kategorive që janë këtu në fakt, që kanë persona që kanë nevojë për shërbime banesë. Ju falenderoj. Ligji është, Ministria e ka futur edhe është ofrohet de facto, de jure, ofrohet. Problemi është nuk ka buxhet. Dhe shqetësimi është që një shërbim i ri, pa pasur buxhet, nuk ofrohet me cilësi. Buxheta personale. Nuk ka buxhet. Se infermier që e ofrojnë shërbimin ka. Të paktën deri tani nuk është referuar si problematik. Dakor. Marua? Po, faleminderit. Faleminderit zonja Lahe. Me sa kuptova nga diskutimi juaj, ju shprehet me insistim kërkesën për ta specifikuar në buxhet shërbimin në banesë dhe jo për ta lënë të përfshirë në shërbimin parsor, në totalin e shërbimit parsor. Thjesht për ta momentalisht nuk është fare i përfshim as në shërbimin parsor. Dakor, është në pika që patjetër do ta ngrejmë si shqetësim edhe gjatë diskutimeve në prezencë të Ministres së Shëndetësisë.